mos guxoni t'i afroni celularit tij. Pra, mbasi u sigurua buka për 4 vjet, shprehje e famshme romake Buk dhe Cirk, tani fillon Tahir Baçova dhe Arusha Mira, Arusha Bardha, e ku diun sa Arusha Pyetja e fundit dhe kam nevojë për një përgjigje të shkurtër. Edi Rama në këtë mandat do i spastroj bandat që ndihmuan të krimin që ndihmoi të fitonte zgjedhjet apo nuk do i prek atë? E para Shqipëria nuk ka më banda. S'ka më banda fatkeqësisht. Të vetmet banda janë këto bandat muzikore, ku diun to janë banda. Pra mos i ofendo. Filharmonia kështu. Mos i ofendo. Edhe prokuroria e posaçme që merret me atë punë, i quhen ose grupe strukturuar ose organizata kriminale. Pra niveli është shumë i lartë, që veprojnë në disa kontinente, thonë ku diun. Pra, pasaporta diplomatike. Në rastin konkret, për të spostuar vëmendjen nga ajo që ka ndodhur dhe për të liruar veten nga akuzat, pra nga ata që kanë rënë dardha pas shpine, nga ata që s'u ka thënë njëri të fitoni ai thellë. Kush ta ty fiton me 20.000 vota? Fiton me 10. Ku vetë? Ja, ka 14. Ku çon mushka ty që vete fiton kaq thellë? Sepse duke fituar kaq thellë, ti çudit dhe veten se thaj, posa e rrezikshëm pas kanë qenë. Fadil Hasa, Ramët Past. Edhe vetë janë çuditur, kaq fuqishëm që kemi ne, se larg qoftë, po sikur të shkojnë mendja atyre të bëjnë gjithë bashkë ata. E di çfarë bëjnë ata? Po partia. Po problemi. Ajo është partia e re pastaj. Aty ne do të shikonim një evolucion. Ja arreston apo si arreston? Teknologjia që përdor Rama në raste të tilla është mbasi kalon lumin. Ashtu kalin? Jo kalin dhe urën. Prish dhe urën e të gjitha. Do mundohet pak a shumë që ti godas, sidomos këto grupet historike, dhe ndërkohë do dalin të rinj, sepse ne nuk kemi mundësi sot kaq shumë territor sa u kemi lënë atyre, e kemi shumë të vështirë që të fitojmë luftën. Ne mund të fitojmë në një betejë, mos kur do ta bësh dhe vetë të gjë, dhe do ta bësh në këtë formë, në mënyrë selektive, sepse ç'a bëm, u goditën ato 2021-shit. Thash, a donte ti kapte spaku, ç'a ndodhen zgjedhje? Po vëm përgjim gjithë burgjet. Kaq mos bëj asnjë gjë tjetër. Ata i kanë sot teknologjitë e fundit. Kanë sjell amerikanët, britanikët, izraelitët teknologjitë më të mira që ekzistojnë. Vër në përgjim vetëm burgjet. Dhe mbaroi historia. Mos u merr. Shiko kë marrin ata nga burgu. Me kë flasin ata nga burgu, ishte kaq e thjeshtë. Tjetra, ai ka në dorë Rama. Rama do bëj pikërisht atë që ti të bëj më mirë. Mbasi e ka kapur, pra mbasi ka siguruar bukën, tani do kesh cirk, do kesh spektakël, do merren me, mbasi do mbarojnë me, do shkosh ti kush do vi në radhë, në listë, mbas grupit Durrësit, mbas grupit të Shkozetit, që janë listat ata njëri mbas tjetrit, si mbas kontributit që kanë dhënë, do marrin faturën. Por do të thuhet, shiko, ne kishim në dorë 3 muaj. Ka që mbajtëm ne? Ta italianët, maskarenj, ata e sollën. Se kështu thanë edhe parë, a moment kështu thanë, na erdhën belgët, na erdhën spanjollët, na erdhën ata, dhe do t'i marrin një nga një. Sa më shumë vota kanë çuar, aq më madhe do vi akuza. Aq më fort do shërbejnë ata për mandatin e 5, se do t'i çojnë brenda ose në kërkim dhe do t'i thonë, shiko, ne po të sekuestrojmë vetëm këtë tokë në ar, s'do të vim te hoteli, s'do të vim te kompleksi, s'do të vim tek investimi që ke bërë si investitor strategjik. Dhe ata fix roli i Kadri Roshit edhe nga brenda do shërbejnë më mirë dhe do ta ndihmojnë. Tani si mund ta përballojmë dhe ç'a mund të bëjmë ne për këtë gjë, se gjithë problemi është ora ç'a do bëjmë. Ata nuk do ta kishin këtë pushtet nëse nuk do kishin një mbështetje kaq fort politike. Sigurisht. Nëse nuk kishin një lidhje kaq fort politike. Pra, si do ta merrte ai statusin e investitorit strategjik, nëse ai nuk do firmonte atje sipër. Dhe në rast se hetimi do të ishte serioz dhe shtëros, edhe me italianët, atëra Fiat do të çonin, se pasi shtrihen kabllat, të sillin te bulevardi. Ura më e famshme në Shqipëri që është ura e Lanës. Është ura më e gjerë në Shqipëri. Ashtu dhe kur të sillin te ura e Lanës ata, pastaj aty shiko ku ndodhen. Por thash edhe herë, është një situatë që ne nuk e kemi njohur më parë, është një situatë që çuditërisht vazhdon të përmirësohet, të evolojë, të fuqizohet. Unë edhe kur vin grupet xhirimi, se tani ka filluar dhe vin dhe shpesh ata, po pudrën prishin nga jashtë, çfarë do bëjnë? Po s'ka armiku i brendshëm, çfarë bën armiku i jashtëm? Edhe i ngjisë është një lokal këtu në një kulla e diku te kati 23, dhe i ngjis aty dhe them shikoni vetëm horizontin, skyline-in. Kullat dhe shikoni vinçat. Në Shqipëri, në Tiranë, pra sot janë 90% e gjithë vinçave
të Republikës. Kjo ndodh vetëm në Emiratet e Bashkuara, në Dubai. Dubai ka 90% të vinçave të gjithë Emirateve dhe ne kemi 90% të vinçave kemi në Tiranë. Dhe sa herë hipi aty se shkoj çdo javë dhe shikoj. Nëse ndonjë vinç nuk rrotullohet, ai grupi diku i ka ndodhur diçka dhe vinçi nuk lëviz. Kur vinçi vazhdon dhe rrotullohet, ai grupi është në rregull, vazhdon programin, vazhdon lëvizjen dhe thash ajo që ne kemi pritur deri në këto momente që siç pritën 50 vjet zbarkonin diversantët dhe aleatët dhe amerikanët. Kavaleria nuk po vjen. Tani thanë nxorën atë numrin, thanë, shikoni. Po vjen të kavaleria? Shiko, kavaleria vjen për stop vet. E qartë. Ne nuk mund ta bëjmë, shiko. Ai fund që ta mbyll. Palermo ke qenë herë? Po. Atëherë e ke vënë re si quhen zbret në aeroport dhe quhet Borsellino Falcone, quhet aeroporti. Shkon në rrugës në Kapaçi ke përmendoren e dëshmorëve të mafjes. Hyn dhe ke bulevardi General de la Chiesa, dëshmori tjetër kundër mafjes. Pas shkonte memoriali i dëshmorëve të mafjes. Ne nuk kemi ende. Dinë prokuror të vrarë, gjyqtar të vrarë në luftën kundër mafjes? Jo. Atëherë për sa kohë ti nuk do të kesh dhe këtë e bën palermitanët, nuk erdhën nga Milano ose nga Torino, por e bën vet palermitanët. Dhe në rast se ti nuk do ta gjesh. Nuk do të brendshme. Ne do të kemi vetëm memorial nëna Shqipëria aty ku është, te dëshmorët e kombit dhe s'kemi dëshmorët e bulevardit, atë situata për fat keq nuk do të jetë ajo që ne dëshirojmë. Faleminderit Anoxha, më duhet ta mbyll sepse do vazhdojmë flasim për krime VIP kësaj radhe, por sidoqoftë